me thuajse 50%. Është forcuar integrimi rajonal përmes projekteve të interkoneksionit me Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën dhe aktualisht po punohet për të trefishuar kapacitetet me Greqinë, si dhe për të ndërtuar linjën e transmetimit me Italinë. Po zbatohen projektet për të rehabilituar kaskadën e Drinit dhe për të modernizuar asetet ekzistuese. Investimet e keshit drejt për drejt përfshin 75 MW kapacitet fotovoltaik, 110 MW termik dhe projektin pump storage me rreth 300 MW. Ndërkohë, përmes bashkëpunime ndërkombëtare, veçanërisht me Mazdarin e Emiratet Bashkuara, do të fillojë gjenerimi i kapacitetet të reja, duke filluar nga parku fotovoltaik i Tragjasit 120 MW. Ka nisur projektet për infrastrukturën e karikimit të automjeteve elektrike. Projekti Nur në bashkëpunim me Sokari do të mundsoj për herë të parë përdorimin e gazit natyror në Shqipëri si një burim energjie i cili rrit sigurinë e furnizimit dhe sigurinë energjetike në vend, ndërsa marrëveshja që përmenda ajo trilateralja me Italinë dhe Emiratet e Bashkuara për transmetimin në New York të energjisë do ta vendosë Shqipërinë në një pozicion të ri strategjik edhe në këtë fushë. Dhe e fundit që kam është motamo nga World Economic Forum, Shqipëria renditet në krye të klasifikimit për qëndrueshmërinë e sektorit energjetik. Nuk e lë dot ujin pa e sjell këtu, sepse reforma e ujit ka marrë tani më një pamje të qartë për ku po shkojmë. Në 2022 u përmbyll faza e parë e reformës, rajonalizuam shoqëritë, i reduktuam nga 58 në 14 që të rrisnin performancën financiare të sektorit. Në 2024 nisëm për herë të parë subvencionimin e ujit për kategoritë caktuara të klientëve më vulnerabël. Kemi zhvilluar sistemet digjitale për monitorimin e burimeve ujore dhe depove, si dhe përfunduar një projekt për digitalizimin e shërbimeve për qytetarët. Janë realizuar mbi 35 miliard lek investime në këtë sektor. Furnizimi 24 orë është arritur në 43 zona urbane dhe 98 zona rurale. Arktimet kanë shkuar në një nivel rekord me 11.2 miliard lek në 2024, rritje me 13%, ndërkohë që pagesa e faturat e energjisë nga shoqëritë e usjellësit që nuk paguan energjinë ka arritur në 93%. Shoqëritë e usjellësit kanalizimeve kanë arritur të mbulojnë kostot e operimit, diçka që nuk ndodhte më parë. Dhe të mirëmbajtjes duke treguar që janë shëndoshur financiarisht në pikën ku mund të kalojmë në fazën tjetër të reformës. Kanë përfunduar mbi 200 projekte për rindërtimin dhe ndërtimin e usjellësve në këto vite, rrjetesh kanalizimi, impiantesh trajtimi, të shpërndara në të gjitha qarqet. Janë 80 kantiere në proces. Tani unë jam i bindur se kjo pasqyr faktesh dhe shifrash, sa kokforta aq dhe domethënëse nga dy sektorët strategjik që Belinda Balluku ka drejtuar si titullar politik i tyre, do të gjuhet dhe do të pështyhet nga tërë lukunia e pazarit të tenxhereve politike dhe mediatike, si të ishte një flet lavdërimi me fotografinë e saj. Por faktet janë fakte. Dhe asgjë nuk i ndryshon dot. Ndërkohë që për mua, për ne, këto nuk janë faktet e pafajësisë apo të amnistisë. Për çfarëdo faj mund të ketë bërë Belinda, të cilin sidoqoftë nuk e përcaktojnë dot as një prokuror, as dy uturak mediatik qimbellinj,
që mbledhin e hedhin jashtë nxjerrjet e urrëties ndaj nesh, duke pastruar para dhe duke bërë evazion fiskal në sytë e mbyllur të prokurorisë që i ka dosjet për të dyja këto akuza të depozituara institucionalisht nga tatimet e Republikës Shqipërisë. Po tatimet e Republikës Shqipërisë janë të Republikës. Prandaj nuk janë aq të rëndësishme se sa janë qimbellinjt, që janë të hurit dhe të litarit. Dhe nuk e përcaktojnë as gjitha tenxheret bashkë. Atë fajsin ose pa fajsin e përcakton vetëm procesi gjyqësor. Ndërsa pasqyra e fakteve të një pule kolosale nuk i takon kursesi një individi thjesht me një rol të pamohueshëm në të gjithë zinxhirin e arritjeve në dy sektorë kaq të rëndësishëm, po të gjithë atyre që kanë pasur një rol për të luajtur nga skuadra e qeverisë tek ajo e Ministrisë Infrastrukturës, duke filluar nga Sindi 32 kile, që na doli dhe njeri për të kontrolluar shtëpia në 6 mëngjesit, deri tek i fundit, bashkë me drejtuesit dhe ekipet e institucioneve dhe ndërmarrjet varësisë, pa haruar padyshim deputetët e komisioneve të lidhura me ata sektor, si dhe mbështetjen vendimtare që grupi socialist i ka dhënë të gjitha ama digniteti i parlamentit nuk ka dalë në pazarin e gjës gjallë, nuk është me dorën tonë. Pastaj, se bëjnë 700 tenxheret për ne se frenojmë dot se s'kemi çaj bëjmë. Jemi vend i lirë, dekriminalizuam edhe shpifjen për tenxheret. Apo jo? Toni Gogu me Melinda Dhukën. Tani, unë e di shumë mirë që do thonë, që nuk do thonë prapë, po ata kur nuk kanë lënë dhe nuk do lënë gjë pa thënë në të gjitha rastet, po ky është një qëndrim i prerë kundër dhënies së autorizimit për arrest të një deputete dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. Le ta hetojnë deri në fund Belinda Ballukun. Dhe le ta ulin gjyq për akuzën e pavarësisë në tendera të para 6 viteve, për cilën i kanë dispozicion të tëra çfarë u duhet, por të mos fyen inteligjencën tonë duke na thënë që ajo rrezikon t'ju prish provat. Provat s'u rrezikonte as kur ishte ministre, se provat janë të para 6 viteve. Sot që është thjesht deputete as që bëhet fjalë. Sepse po të shikosh gjithë kërkesën, ajo është kryet put kërkesë që lidhet me rolin e ministres, në mos gabohen. Pastaj gjykata të vendos, si ta shoh të arsyeshme, është absolutisht pushtet i pavarur. Ky është pozicioni ynë, pikë. Ideja se hajt më këta janë gjithë njësoj, edhe po s'pati prova për këtë, që po themi kush e di sa të tjera kanë bërë që ne si dim, prandaj kur bie lapsi let bjerë, e pastaj generali, oficeri, ushtari, kush të dali, mjafton që tjetë i frontit armik.
Për ata që merren në politik, Fronti Armik është partia tjetër. Për ata të tjerë që s'merren në politik, Fronti Armik është e gjithë politika. Po kjo është një ide që e ushqen ose deformimi nga komunizmi në trurin e mëdvjetërve, ose jehona e mlefit përgjithshëm në boshllëkun që ka truri i mëtrimve.